Në kushte normale, ishtë dasht me u taku ose në kuvend, ose në një vend neutral, apo dhe në selinën njërës parti apo tjetërës, në mas paktin në qeveri, por duket që takimi s'ka qenë shumë i nivelit zyrtar ose protokollar mes Hamzës dhe Kurtit, ma shumë ka qenë mitësor, hajde po e krymë këtë punë, edhe prandaj dhe nuk është mendu shumë të vendi dhe të pozicioni, dhe në këtë kuptim, pastaj Erligjiku me gjasi ka pak kriteret më të larta protokollare dhe procedurale dhe ja ka bo qefin edhe zoti Kurti sepse i duhen votat në këtë rast të Erligjikut. Në kuptim gjithë kësaj, përgjegjësi kryesor qoftë me propozu këtë apo atë i takon Albin Kurtit, sepse ai ka fitu votat. Suksesi për të zgjedhur presidentin prapë është merit e Albin Kurtit, nuk është merit e as i opozitës as kujt tjetër. Por edhe deshtimi për të zgjedhur presidentin dhe për të shkuar në zgjedhje prapë është përgjegjësia e Albin Kurtit dhe duhet drejtuar profajt e Albin Kurtit. Sepse po flasim për dikant që i ka fitu për 50% votave dhe e mandaton edhe kushtetuta, edhe rregullat, edhe praktika dhe gjithçka tjetër. Prandaj edhe zoti Kurti e din këtë përgjegjësi,